Nga shtoj i vjetër, shtoj i ri, Grude Re deri Hotjeri, udhtojnë 6 deri në 8 kilometra vajtje ardhje, tek kjo çezmë në anë të rrugës së Gruemirës përballë kishës katolike të Vrakës, për të siguruar ujin e pishëm. Kjo për faktin se ato fshatra kanë mbi 20 vite me ujësiellsi jashtë funksionit, ndaj detyrohen të vinë pranë kësaj çezme që furnizohet me ujë nga ujësiellsi i rrjollit. Po, shumë. Ku tepër, për gjithë çfarë zonash. Nga shtoj i ri. Vim sa ujë më i mirë këtu se atje nuk na kanë pru alo ujësiellsin. Demë që kanë hap kanalizimet, pa alo s'na e kanë pru. Po vite, 20 vite, më tepër. Edhe s'ko. Çfarë bëhet tash, duhet me sakrifikuar me bëj këtë rrugë. Janë 10 ditë që bëjmë. Çka kena më bë? Fshatrat e fushës së Shtoj deri në vitin 1992 u furnizuan me ujë të pishëm nga ujësiellsi i rrjollit, por me ndarjen administrative Shkodër Malësi e Madhe, rrjedha e këtij ujësiellsi në drejtim të Shkodrës u bllokua. Nisin investimet për sigurimin e ujit të pishëm për fshatrin Shtoj i vjetër, Shtoj i ri, Grude Re, Guci e Re dhe Hotjeri. Nga burime të tjera alternative, por kanë kaluar 3 dekada dhe akoma ky problem nuk është zgjidhur për këtë zonë.